Rënja e euros dhe valutave në tërësi gjatë viteve të fundit ka shkaktuar pasoja në ekonominë shqiptare. Nga njëra anë qëndrojnë humbësit, ndërsa në anën tjetër përfituesit. Po kush përfiton nga kjo situatë? Përfituesi më i madh është qeveria. Qeveria ka mbi 5 miliardë borxhe në monedhë të huaj, që sot kushton më lirë. Banka e Shqipërisë blen sasi të konsiderueshme valute në treg me çmim më të lirë. Përfituesi janë monopolet e karburanteve, importuesit, ata që bëjnë turizëm jashtë dhe ata që kanë një kredi në euro. Ndërsa humbësit më të mëdhenj janë familjet që mbahen me të ardhurat e emigrantëve, eksportuesit, ata që vinë për turizëm dhe ata që paguhen në euro. Dilema qëndron në faktin se ku duhet të përqendrohen familjet dhe bizneset shqiptare, në euro apo në lek. Sipas ekspertëve, në situatën aktuale, familjarët duhet të përqendrohen në monedhën vendase, ndërsa bizneset sipas aktivitetit që ato kryejnë, pra nëse janë eksportues apo importues.